Diplomat i karrierës, vitet e shumëta, jashtë vendit në zonën gjermanike kryesisht dhe në Kombet e Bashkuara në Austri, në nivelin drejtues. Ndërkohë dhe me një eksperiencë në fushën e agjensive ligj-zbatuese të inteligjencës brendshme dhe të jashtme dhe të agjensive hetimore. Pra i shoh një këndvështrim tjetër për të gjykuar jashtë ndikimeve partijake dhe për të bërë një blesim real se çfarë po ndodh me protestat dhe për të bërë një pamje më të gjerë që këto protesta janë rastësore apo janë akumulimi pak kënaqësive të grupeve të ndryshme që janë. Dhe ndërkohë për të nxjerrë një konkluzion të qartë nga analiza e të gjithë rrjeteve sociale, atë që bota i quajnë open source intelligence, pra që shohësind. Pra, dhe në këtë rast ka një kaos në informacionet publike. Ndërkohë dhe qëndrime jo të qarta nga ana e institucioneve publike të shtetit. I marrim me radhë. Po, i marrim me radhë. Çfarë është e padrejtë nga këto shqetësime? Të gjitha janë të drejta. Ata që ngrën protestuesit gjithë. Jo, flasim për protestuesit. Po. Çfarë ngren ata? Mungesën e drejtësisë penale, drejtësisë gjyqësore. Pse? Sepse njerëzit po vojnë në përdyrë të gjykatës për drejtësi, për të zgjidhur kush është pronari real, për të luftuar abuzimet me pronat publike nga shteti. Për këtë gjë. Le të referohemi statistikave të ndryshme. Nuk pa hap tani arkimin tim tu elektronik, po i përmend senatorin amerikan, një mik i nderuar i Shqipërisë, Keith Self, i cili është senator republikan në Komitetin e Politikës Jashtme të Senatit Amerikan dhe nënkryetar për Evropën. Çfarë thotë ai? Nuk funksionon drejtësia në Shqipëri. Stok dosjes. Përmend shifrën 200.000 të stoku të dosjeve që janë. Përmend kohën nga minimumi 5 deri në 6 vite për të zgjidhur në shkallën e parë problemet. Përmend gjykimin në apel, që zgjat minimumi deri në 6 deri në 8 vite. Pra, duke përfunduar me gjykatën e lartë, një pritshmëri 12 deri në 15 vite. Pa kjo është skandal, domethënë shumë. Dhe thot, pse erdhën këto, i bën thirrje dhe autoriteteve amerikane, sepse ai vlerëson qëndrimin e Shqipërisë si një vend mik i Shtetit Bashkuar të Amerikës, një vend që është në brezin e sigurisë dhe për sigurinë kombëtare të Shteteve Bashkuara. Ne jemi aleat besnik, natyror, një vend shumë madh që kërkon të konsolidojë pozitat e brendshme politike, ekonomike, figurën në politikën e jashtme të Shqipërisë. Por çfarë ndodh këtu brenda? Të ndodhë të kundërta. Ka shumë gjëra që nuk funksionojnë. Të që të qytetarët ngrihen dhe shprejnë pakënaqësitë për një qeveri të gjatë nga 2013. Me gjata në tranzicion. Kjo nuk do të thotë që mbledhja e fytyrë është për një individ, është për sistemin kompleks të qeverisjes. Pra, edhe gjëra më prekshme e dukshme janë këto, që ata ngren për të gjitha gjërat, vidhen pronat, abuzime me PPP-t, me koncesionet, gjithçka. Pra, nuk po ndalem të detajoj dhe po i grupoj në disa drejtime. Çfarë ndodh me reformën në drejtësi? Që nga mbas vitit 2015, që ishte 2015-2016, viti i draftimit të shpejt për të konceptuar një reformë, arritën që të miratonin atë paketë
duke bërë ndryshime radikale në sistemin e drejtësisë. Nëse do t'i referohemi hartës, para hartës së gjyqësore që funksionon sot, ne kishim 26 gjykata të shkallës parë. Sot jemi katandisur në 13. Kemi vetëm 2 gjykata të shkallës parë administrative, njëra në Lushje e tjetra në Tiranë. Kishim 5 deri në 6 gjykata apeli që referoheshin qarqeve kryesore të Shqipërisë, sot janë grumbulluar në Tiranë. 3 gjykatat në Tiranë që ndodhen, gjykata apeli të jurisdiksionit të përgjithshëm, që ka dhomën penale, dhomën civile, dhe gjykata administrative. U krijua, domethënë, një qeverisje gjyqësore me mbivedosje kompetencash të paqarta, me mungesë të kuadrëve të pak kualifikuar, të cilët me urgjencë bën një vetting, a kupton? Dhe ky vetting ishte u përqendruar thjesht tek figura e tyre dhe jo tek karriera. Pra kanë ikur dhe nga një sistem edhe prokuror dhe gjyqtar të cilët për shkak të mos justifikimit në deklaratat mbi pasurinë e gjithë e kanë ikur për çfarë? Po me 2.000 euro, 5.000 euro e gjithë, çdo thot kjo. Pra janë larguar dhe njerëz shumë të mirë nga një sistem. Krahas atyre që e kanë merituar. Pra dhe organet e vetingut u politizuan, ju dini shumë mirë kush detonte shkallën e parë të vetingut për këtë gjë. Dhe gjykata e apelit të vetingut, gjykata e KPA-e që quajmë ne atje në këtë. Ndërkohë, dhe komisioneri publik, një përplasje gjithashtu edhe me operacionin e monitorim ndërkombëtar në të gjë. Me OMN gjithë. Pra, gjithë kjo mbivendosje e tepërt e një qeverisje, KLG, KLP, ILD e gjithë, kjo solli përplasje dhe shpërndarje të përgjegjësisë. Dhe nuk konvergjuan aktorët kryesor kushtetues që atë përfshirën sistemin. Si dilet lexoja sot, ja ju shpjegoj si dilet nga kjo. Pra, mund të themi sot reforma në drejtësi ka dështuar. Plotësisht ka dështuar. Kur themi ka dështuar, jo pjesa e SPAK dhe GKK-s. Jo, do marrim dhe ata kanë përgjegjësinë e tyre. Dhe për ata do të flasim. Pra cili element, atë më të thjeshtë. Flasim sepse për njerëzit. Pse neve nga 26 gjykata sot 13. Do të themi patjetër tek sistemi tjetër i vjetër. Gjykatat në rrethet kryesore të shkallës parë. Pse duhet kemi një apel të jurisdiksionit të përgjithshëm këtu, për çfarë arsye? Dhe është e qartë, thot senatori Kell, nga 16.000 dosje kaluam në rreth 200.000. Unë besoj se do jenë diku rreth 160.000 me burimet statistikore të brendshme të Shqipërisë. Shumë janë gjithsesi. Shumë, gjithsesi. Atëherë, si do e përballojnë të stok të madh? Po marrim jurisdiksionin e përgjithshëm të apelit të